Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë, për parlamentin e ri, për kuvendin e ri, me shpresën që do ta tejkaloj krizën që e mbajti të mbërthyer për këtë vit që po mbyllet. Për të analizuar procesin dhe nëse do nxjerrë një fitues të qartë, do të flasim me zotin Korab Blaka, njohës i mirë zhvillime politike dhe të sigurisë. Korab, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe ju faleminderit. Prisni që ky proces zgjedhor të nxjerrë qeverinë e re, apo kriza do të vazhdoj tani, ndoshta me të vetmin ndryshim që nga PDK-ja do jetë Betri Hamza dhe mund të heq vijat e kuqe? Në realitet ne kemi zgjedhje për shkak të një problemi të krijuar artificialisht nga klasa jonë politike, e paaftë për të zgjidhur problemet e Kosovës, por shkakton probleme, blokada dhe kriza, të cilat pastaj ajo don t'i zgjidhi duke marrë në zgjidhje të problemit që vetë shkaktojnë edhe buxhetin, para nga buxheti i Republikës, nga buxheti i qytetarëve dhe qytetarët bashkarisht. Domethënë ne organizojmë zgjedhje për të kaluar atë blokadën artificiale të cilën e kishim, të cilën vetë politikanët tanë shkaktuan. Duke qenë se nuk zgjedhim për të zgjidhur problemet e Kosovës, por zgjedhim për ta kaluar blokadën të cilën e krijuan artificialisht, mendoj që nuk do të jetë asnjë gjë e ri për Kosovën, pa marrë parasysh rezultati i cili do të dalë, shikuar nga interesat kryesore të cilat i ka Kosova dhe shikuar nga nevojat, problemet të cilat i ka ajo, unë mendoj që edhe parlamenti i ri ose edhe zgjedhjet do të nxjerrin një elitë, në thonjza, tepër të pamësuar me politikën, dhe janë zakonisht njerëz që po riciklohen në poste të ndryshme dhe i kemi aty që nga pas lufta. Në qoftë se i referohemi 10 vjetëve të para ose 20 vjetëve të para të secilës listë të partisë. Janë të gjitha partitë, ndjes apo ndërpres, të gjitha partitë që janë rikthyer të vjetrës LDK-ja te figurat e vjetra edhe me idenë për të rikthyer rrugovizmin, krau i luftës po ashtu, por edhe Haradinaj që ka rikthyer Çekun dhe shumë të tjerë. Kjo garanton atë që thash. Do të thonë figura të konsumuara pa ide për të ardhmen. Problemi është që partitë politike nuk po e kuptojnë që reformimi nuk do të thotë rikthim i njerëzve të konsumuar në politikë, por reformimi do të thotë të hapësh ndaj ideve të reja, të kapësh koncepte të reja, të njohësh trendet e reja të cilët po vinë dhe të adaptosh politikën për të dalë përpara të këqijave që vinë ose për të kapitalizuar atë që është më e mira. Pra, çfarë do në politikë dikush që është konsumuar, që nuk i ka dhënë Kosovës asgjë në kohën sa ka qenë as deputet, as kryeministër, as ministër, pse duhet të riciklohet dhe pse duhet të vihet përsëri në dhjeçën e parë të partisë. Pra, problemet e partive tona politike janë që nuk po e kuptojnë se çfarë do të thotë të reformohesh realisht dhe çfarë do të thotë rënja e numrit të tyre të votave, domethënë humbja e pushtetit të cilin e kanë pasur. Këto parti me ata njerëz që kanë humbur pushtetin dhe me të njëjtë njerëz nuk mund të kthesh pushtet. Është ligji i njohur të cilin e ka bërë kulturë popullata gjermane, që thot ai i cili ka shkatëruar diçka nuk i besohet korrigjimi i saj. Pra nuk kemi pse i besojmë të korrigjojë një problem dikujt që e ka shkaktuar. Dhe tash për shembull, nëse i referohemi konkretisht 3 partive që i përmendë, një pjesë e madhe e dhëçeve të këtyre të parave kanë votuar për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, ku i është dhënë tokë Kosovës një shteti tjetër. Pra si mund t'i besohet ty në njerëzve që këta janë në gjendje tash ta riparojnë atë problem të cilin vetja kanë shkaktuar Kosovës. Pra është nonsens i llojit të vet.
Kjo do ta ndikojë në mas të madhe dhe rezultatin. Fatkeqësisht në dorën në zemër populli i Kosovës nuk është se ka shumë alternativa për të votuar. Dhe kur bën analizën e një kryetari të një partie shtetformuese siç ka qenë LDK-ja, i cili deklaron që në qoftë se vije një presion nga një lider i madh botror dhe thotë që veriu nuk është veri, nuk është tokë e Kosovës, domethënë sikur ja bën në sy që unë jam ai i duhuri dhe në qoftë se ti ushtron pak diktat ndaj meje dhe po të jem unë në postin e kryeministrit, unë e lëshoj domethënë veriun. Unë jam ai i cili e rregulloi veriun në këtë formë. Pra, shikoje metamorfozën e Lidhjes Demokratike të Kosovës se ku ka shkuar. Kryetari i saj nuk është në linjën e asaj mendimi dhe asaj mbrojtje të mençur, të urtë, jashtëzakonisht luftarake të presidentit Ibrahim Rugova, të tërësisë së tokës, të tërësisë së territorit të Kosovës. Në ndyrë, në qoftë se i shkrim Partinë Demokratike, ajo për mendimin tim është një parti shumë e vështirë për të drejtuar dhe për të nxjerrë më të mirën prej saj, për arsye se disa figura kryesore të saj janë ish komandantë të luftës dhe janë të papërshtatshëm për të udhëhequr. Dhe në këtë drejtim ata kanë zgjedhur Bedrihanën si një teknokrat i dëshmuar në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në një mandat sa ishte ministri i financave, por që la shumë për të dëshiruar në udhëheqjen e komunës së Mitrovicës Veriore. Pra ju po thoni që derisa nuk drejtoj dot një komunë, nuk drejton dot një shtet. Kjo është problemi dhe atij shtohet barra edhe e drejtimit të Partisë Demokratike në të cilën komandantët e saj, ish komandantët ushtarak, janë jashtëzakonisht të vështirë për të menaxhuar dhe për të drejtuar. Kjo do të thotë se ky është një pushtet i deleguar tek Bedri Hamza dhe nuk ka garancion që do të jetë më e mira për Kosovën. Pra që kryetari komanduar në pritje të asaj që do ndodhë në Hag. Po, ajo që e penalizon edhe Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe kryeministrin Haradinaj është përvoja që ka pasur Kosova në qeverisjen me të. Në qoftë se i referohemi domethënë të gjitha mandatet që ka drejtuar ai, skandalet dhe korrupsioni ka qenë një problem i theksuar i qeverisjes së tij dhe duke përjashtuar për shembull rezistencën e tij në atë që u organizua sa ishte kryeministër ndarja ose korrigjimi i kofive, aty mund të jap populli një lloj merite ndikimit të tij. Edhe në këtë moment ka marrë disa kredite sepse Isa Mustafa për ushtrinë, ndërkohë që në Hag gjatë dëshmive doli emri i tij për bashkëpunimin me CIA-n. Pra, por disa intervista të fundit në rrjetet sociale kanë rikthyer. Po çështja është që domethënë atij i jepen merita edhe për ushtrinë, edhe për kohën kur po bëhej presion që të shkojë në modelin e ndarjes së Kosovës si zgjidhje përfunditar me serb. Por ajo që e penalizon jashtëzakonisht shumë është korrupsioni gjatë qeverisjes së tij, aferat e larta korruptive dhe e dyta faji i këtij kombëtar në rastin e demarkacionit. Pra në sytë e publikut të Kosovës, komandanti i shuar ka pësuar një lloj metamorfoze dhe nuk është i besueshëm për t'ia dhënë pushtetin që ai po e kërkon me ngulm. Agim Çeku jep ndonjë pikë këtu? Edhe një herë? Agim Çeku jep ndonjë pikë? Agim Çeku dhe të gjithë ushtarakët që marrin pjesë në politikë bëjnë një gabim të madh dhe strategjik. Duke vrojtuar parlamentin, këtë lloj parlamenti dhe këtë lloj formule të parlamentit e kanë zbehur vetë profesionin e ushtarakut, të ushtrisë, të FSK-s e rrjedhimisht edhe të UÇK-s. Duke i parë veprimet e tyre politike brenda parlamentit, njerëzit kanë thënë a ky drejton ushtrinë, a këta kanë qenë komandant, a kjo ishte UÇK-ja, a kështu është bërë atëherë. Domethënë, këta ende nuk e kanë kuptuar që më së shumti kanë ndikuar në sytë e publikut, në sytë e shqiptarëve në Kosovë
për ta defaktorizuar vetë luftën e ushtrisë ligjtare duke marrë pjesë në politikë. Ushtarakët nuk kanë që japin politikës, sepse nuk mësohen për politikë, nuk kanë shkolla, nuk kanë përgatitje politike. Dhe këta të gjithë, do të thënë, e quajnë kalimin nga karriera ushtarake në atë politike si arritur, ndërkohë që është e kundërta, sepse ata do duhet të ishin shumë të suksesshëm në ushtri, dhe është ushtria ajo që ja forcon krahët Kosovës, që ja forcon siguri, dhe është në fakt problemi kryesor, real dhe i vetëm i shqiptarëve në Ballkan, po sidomos i Kosovës, është siguria. Dhe duke dalur nga kazermat ose nga drejtimi, nga shkollat ushtarake, këta e lënë ushtrinë, domethënë, në një dorë tjetër, e cila ka më pak përvojë dhe ndoshta nuk e ka përvojën e luftës dhe të tjera. Pra, e dobësojnë edhe vetë institucionin e ushtrisë kur dalin për saj dhe nuk kanë çfarë japin politikës. Prandaj të qenit në listë të ish kryeministrit, ish shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, zoti Takim Qeku, nuk është asnjë lloj treguesi që do të ndikojë me votë. Shembull të tillë ka bërë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duke kandiduar djalin e presidentit Ibrahim Rugova. Një figurë e cila ka qenë atakuar nga drejtësia e Kosovës në një rast shumë të njohur, domethënë medial për keqpërdorime me rastin, ka qenë një aferë e madhe e keqpërdorimit në të cilën edhe është lakuar edhe emri i tij. Dhe tani, domethënë, duke qenë vetëm djali i presidentit Ibrahim Rugova, nuk ka asnjë lloj garancioni që ai është i edukuar në frymë politike ose mund të sjellë diçka të re. Ka qenë pjesë e Parlamentit Kosovës me atë që dikur ishte lista Rugova, domethënë pati krijuar një listë alternative nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ka qenë motra e tij po ashtu në ulset e Parlamentit dhe të qenit djali i një figure politike, historike, kombëtare, nuk është asnjë garancion dhe nuk jep kurrë të re nëse vetë personalisht nuk je i mësuar, nuk je edukuar për të ecur. Pra, për mendimin tim, partitë politike në Kosovë kanë zgjedhur të reformohen me figurat e vjetra të dështuara të politikës. Dhe ky në fakt nuk është reformim, por kjo është treguesi më i mirë që nuk janë as në rrugën e reformimit. Përderisa Aleanca Veriatlantike po dridhet të themi realisht, sidomos pas doktrinës presidentit Trump, pas ndërrimit të gjithë ambasadorëve të shteteve të bashkuara të Amerikës. Në Ballkanin, në Malzi dhe në Maqedoni. Po, sepse do të vijë një frymë e re e diplomatëve amerikanë. Në Ballkan nuk ka asnjë ambasador amerikan, janë gjithë ngarkuar me punë. Ngarkuar me punë, po. Dhe në qoftë se do të emërohen ambasador, do të emërohen ata të politikës Amerika e para. Të kësaj maksime do të vinë linja Trump e ambasadorëve. Pra, ne jemi të atakuar nga ndryshimet drastike të politikës amerikane në drejtim të Evropës dhe Ballkanit, ndërkohë që vetë nuk bëjmë update në politikën e shtetit tonë. Dhe pastaj, domethënë, kur të vi furia dhe kur të vi dalga e përgjithshme që po pritet të vi dhe siç duket do të jetë shumë e vështirë për ta shmangur, atëherë shqiptarët arsyetohen se nuk ishim të përgatitur, nuk ishim të armatosur, nuk na ndihmuan këta, na tradhtuan këta tjerë, nuk bëm këtë gjë, bëm atë gjë. Po tek dalga ju çfarë keni parasysh te dalga? Dalga për mendimin tim, do të jetë që Rusia do të tentojë me të gjitha forcat e saj të bëhet një figurë ose të bëhet një aktor në politikën botërore. Të mos mbetet përcjell si SBA-ve, por të jetë pol i veçantë gjeopolitik dhe kjo i ka pasojat e saj.
Për këtë arsye, shtetet po armatosen me një fuqishme, me një shpejtësi dhe me një intensitet tepër të madh, po investohet sidomos në sisteme të reja të dronëve dhe të teknikave të reja të luftimit, po investohet në luftë hibride e cila edhe në drejtim të Kosovës vjen e ashpër dhe e riorganizuar çdo 3 muaj me tema të reja sistematike. Të gjitha këto janë tregues se Evropa, por edhe kundërshtarët, dikush për të mbrojtur dhe dikush duke sulmuar, domethënë dhe mund të realizohet shumë lehtë droja e shteteve që Rusia mund të sulmojë edhe shtetet e NATO-s. Dhe në qoftë se alarm që u dha dhe pak javë më parë në Senat. Dhe në qoftë se SBA-ja largohet nga NATO ose i lën vetëm partnerët evropianë të jenë pjesë e NATO-s, duke mos qenë ajo pjesë e NATO-s, dhe atë pason Britania e Madhe, që është logjika e veprimit anglo-amerikan gjithmonë. Por edhe në krahun tjetër Turqia mund të bëjë lëvizje të saj, domethënë të ndjekë Amerikën dhe Anglinë, pastaj Evropa do të ngelet e ekspozuar e mesin e tyre. Që edhe Turqia mund të tërhiqet se Ballkanin e ka si zonë influencë. Nuk është çështje e Ballkanit, por unë mendoj që Turqia në çdo situatë të zhvilluar do të ndjekë SBA-t dhe Anglinë, dhe kjo do të adoptonte Evropën seriozisht, do të ekspozonte ndaj rrezikut rus seriozisht, dhe ata pastaj duhet të përshtaten me të gjitha këto ndryshime. Dhe në këtë kuptim, populli shqiptar del që të jetë populli më i paarmatosur në Evropë, dhe kjo po ndodh historikisht dhe asnjëherë nuk po marrim mësim. Dhe kur e bëjmë këtë analizën, pse na ndodh kjo, konkluzioni është i thjeshtë. Ne kemi lider të cilët i qasin politikës jo për interesin kombëtar, por për interesat e tyre të ngushta. Veprimet dhe vendimet e tyre politike i shkojnë në atë drejtim që të jenë përfitues ata vetë, familjet e tyre dhe grupacionet e tyre dhe jo shteti dhe kombi, dhe për këtë arsye e rrezikojnë tërësinë territoriale dhe lën popullin e Kosovës dhe popullin shqiptar gjithandej të ekspozuar ndaj rrezikeve që i sillin armisht. Lejo të kundërshtoj se Kurti tha që ne s'kemi nevojë tani do marrim raketat, Javelin edhe nuk kemi nevojë as për tanke për të shkatëruar ato serbe. Plus kontratat që u shkruan edhe disa javë më parë për furnizim armatim nga Shtetet e Bashkuara. Pra, më duket se kur në krahasim me Shqipërinë po ecim më shpejt Kosova. Shqipëria ka strukturë tjetër të mbrojtjes, e ka traditën ushtarake, ka njerëz të edukuar të ushtrisë, i ka bunkerët të saj, i ka strehimorët, e ka detin në të cilën Serbia nuk mund t'i qasët. Për të arritur Shqipërinë, Serbia duhet të kaloj nëpër Kosovë, që është shumë më e vështirë se sa që mendohet, dhe në konceptin ushtarak Shqipëria është më mbrojtur se sa Kosova. Kosova është më ekspozuar. Në dy, kryeministri Kurti po përpiqet përmes një retorike zgjedhore të fshihë edhe disa dështime të cilat nuk i kemi thënë në publik, sidomos që investimet e tij në ushtri prej një buxheti prej mbi 12 miliardë euro sa ka menaxhuar për 4 vite dhe të blejën armatime në 360 ose 400 milion janë jashtëzakonisht pak, duke i ditur që Serbia po investon 1.6 miliardë euro në buxhet të rregullt, ka kontraktuar avion Rafale në vlerë 3 miliardë euro nga Franca, po merr sisteme të sofistikuara të armatimit nga Kina, po ndihmohet nga Rusia, ka bërë aleanca për furnizim të rregullt nga Izraeli, dhe të gjitha këto, domethënë, mund ta japin efektin e vet. Dhe kur i krahason investimet e Kosovës për 4 vite, për 5 vite të qeverisjes në armë blerje të sistemeve të armatimit me investimet që i ka bërë armiku ynë, domethënë ne kemi një asimetri serioze. Dhe kryeministri ynë në kërkim të votës popullore i krahason investimet në ushtri me investimet në qeverinë,
e Isa Mustafës ose të zotit Haradinaj, thua se është zoti Haradinaj armiku i shqiptarëve, ose thua se zoti Isa Mustafa është armiku i ynë. Ne nuk kemi pse krahasohemi me qeverit para prake në këtë çështje. Investimet ushtarake duhet të jenë të doktrinuar në atë mënyrë që të përballojnë armiku i cili të rrezikon. Dhe ky armik i Kosovës dihet që është Serbia. Pra, krahasoj investimet që i kalojnë 5-6 miliard euro që i bën Serbia për 5 vite dhe krahasoj 400 milion të Kosovës për 5 vite. Është një asimetri totale. Shtuar këtu që Shqipëria ka një politikë të theksuar të mos seriozitetit për mbrojtje. Janë mjaftuar, domethënë, me antarësimin në NATO, me të pasurit një ushtri simbolike, më tepër të karakterit të një garde, si themi, ceremoniale, sesa një ushtri operative. Kemi hequr aspektin e luftës me Fqinjët, me Greqinë, jemi mungon infrastruktura e prodhimit të armëve dhe të sistemeve, vetëm tashmë ka filluar të ketë një ide që duhet të futen në riprodhim të paktën fabrika e municionit dhe të tjera, por të gjitha këto janë jo serioze. Shqipëria vazhdon të mos ketë bombardues ajror, nuk ka flotë ajrore, domethënë sistemet kundër ajrore po ashtu mungojnë dhe ka një çoroditje totale në mendsinë politike të Shqipërisë, e cila në kohën në të cilën po futemi mund ta ekspozojë dhe ta rrezikojë seriozisht gjithçka që pasurinë e shqiptarëve, tokën e tyre, shtetin e tyre dhe të armën e tyre. Prandaj, të kthehemi të lidhim këto me zgjedhjet. Lidhim me zgjedhjet, çfarë do ndodh tani që ju thatë që nuk shihni një fitues, i bi që kriza do të vazhdojë të paktën deri në zgjedhjen e presidentes. Po, të kthehemi këtu. Ky proces zgjedhor nuk nxjerr në kokë lider të interesave kombëtare. Ky sistem zgjedhor që ka Kosova nxjerr politikanë të aftë të krijojnë kriza, të prodhojnë kriza artificiale, të ngatrohen, të mbajnë natë, të ofendojnë, të krijojnë matrica jo bashkëpunimi, të ketë një grupim. Kurti e ka zbutur pak si me median, si me opozitën, pra me drejtsinë, e që i tërhequr nga ajo luftë e madhe. Po çështja nuk është vetëm Kurti, sepse Kurti po ngelet si alternativë. Ky është problemi i Kosovës, në krahasim me ata që janë dëshmuar, duke i futur duart në buxhet, duke i futur në një qarkullim negativ financiar të gjitha kompanitë publike. Paramendojeni, ata të cilët po kërkojnë votë, kanë pasur postën dhe telekomin e Kosovës në duar, kur interneti është një nga kërkesat absolute të shoqërisë sonë, dhe në vend të gjenerimit pozitiv, kompania gjithmonë ka dalë me 10-15 milion euro minuset të cilat janë kompensuar nga buxheti i shtetit Kosovës. Referoju për shembull aeroportit të Prishtinës. Aeroporti i Prishtinës ka vite që është një ndër aeroportet më të frekuentuara të Ballkanit. Vetëm me Vjenën janë 6 fluturime në ditë që shkojnë në drejtim të Vjenës dhe kthehen nga Vjena. S'po flasim sa janë fluturimet me Stambollin, me shtetet tjera, pra është një aeroport shumë i ngarkuar me një lëvizshmëri të madhe, gjithmonë në udhëheqjen e këtyre para Kurtit ka qenë në qarkullim ose në bilanc negativ. Është detyruar Kosova të paguajë pagat e punëtorëve të aeroportit Prishtinës dhe shit tani domethënë kur menaxhohet me një firmë e cila është nga Turqia, aeroporti i Prishtinës edhe është kompani pozitive, por edhe kontribon në buxhetin e Kosovës. Pra, ne kemi në treg njerëz të dëshmuar për korrupsion, për hajni dhe për një si themi për një metodologji të hapur të keqpërdorimit të fondeve, me një jo seriozitet të plot ndaj mbrojtjes dhe sigurisë, me një pajtim
të dështimit të shtetit në 16% të territorit të vetë, kemi një mendësi politike që terroristët dhe ata që angazhoheshin për shkëputje të territorit i merrte në qeveri dhe bashkëpunonte me ta u jepte merita, dhe kemi kryeministrin Kurti si alternativë tjetër që nuk është i korruptuar, duhet ta pranojmë këtë, nuk ka afera korruptive personale ose jo, dhe është një lloj alternative ndaj atyre që janë dëshmuar. Ani pse, edhe njëherë po e përsëris, as zotri Kurti nuk ka arritur të ndërtoj ekip këshilltarësh të aftë për ta drejtuar Kosovën me të gjitha këto problematika që i ka. Dhe se këndemi nuk do të jetë shumë e rëndësishme cila parti politike do të fitoj, në qoftë se populli i Kosovës nuk do ngerç, atëherë duhet ta votojë vetëvendosjen me mbi 50% për të krijuar një qeveri të modelit Kurti 2 që e kishim, sepse përndryshe çdo lloj vote nën 50% për lëvizje vetëvendosje do të jemi peng edhe një bllokadë tjetër. Politikanët drejtuesit e Lidhjes Demokratike shprehen ashiqare që nuk do të ketë bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje, edhe pozicioni i ish-kryeministit Haradinaj është i qartë. Kurti është bashkëpunëtor i Serbisë, e ka thënë publikisht disa herë, dhe Partia Demokratike e Kosovës janë edhe më ekstrem në kundërshtim të një bashkëpunimi me Kurtin, pra cila është alternativa në qoftë se jo bllokada. Dhe këto janë të aftë bën, politikanë dhe drejtues të pandërgjeshëm, duke shfrytzuar rregullat të cilat vetë i kanë shkruar për t'u amundsuar kandidimin dhe mbajtjen e vetës së tyre në një rang elitar që imponohen Kosovës herë në lista deputetësh, herë në lista kryetarësh komunave, herë të tjera në lista ambasadorësh, herë të tjera në lista të drejtimit të bordeve të kompanive profitabile, të kompanive publike që janë profitabile, herë në vende ku ndajnë tender, ku japin tender, nga një herë në vende ku marrin terminale doganore dhe i privatizojnë ose i marrin në shfrytëzim, dhe të tillë kemi skenën politike. Pra nuk ka diçka të mirë, pozitive, të re dhe të duhur për atë që po vjen. Të lutem, kam dhe diçka të fundit me që më përmendët bashkëpunëtorën, akuzat e Haradinajt për Kurtin. Më rikthyet në vëmendje temën e fundit për të cilën e folëm para disa muajsh, që ishte rasti i spionazhit të Shehollit, që në fakt patim mjaft reagime pas asaj interviste që ju folët konkretisht. Madje edhe me emra dhe për dosje të saktuara, po çfarë ka ndodhur tani që pas asaj nuk është se kishin diçka tjetër. Duket sikur u izolua aty. Ka raste të tjera ndoshta që janë frikësuar nga kjo që mund dalin në vazhdim, apo ishte thjesht një goditje ndoshta edhe për para zgjedhjeve lokale atëherë? Jo, ka goditje të re. Madje është ngritur një akt akuzë e re për një pjesëtar të shërbimit ushtarak të Serbisë, që e kreu sulmin në Iberlepens. Dhe të gjithë këta zëra të luftës hibride, të cilët në momentin kur ndodhi ngjarja e sabotimit të asetit strategjik Kosovës, thonë që ka bërë kryeministri Kurti në bashkëpunim me Vučićin, ata emra të cilat i patëm përmendur në atë intervistë, akta akuza e mbështetur me analizën e sofistikuar edhe të FBI-t, i rrëzon poshtë ata të gjithë dhe i ekspozuan si pjesëtar të makinerisë të dezinformimit, të propagandimit, po edhe të spionazhit, pse jo. Më thonë, kemi 3 arrestime të reja, 3 akta akuza, njëri nga ta pjesëtar i sigurimit të ushtrisë së Serbisë. Pra, po flasim për një rezultat edhe më tutje të organeve tona të sigurisë. Ndërsa sa i përket këtyre të lauve që largohen nga një studio Kosovës, vinë në Tiranë dhe pasi godasin atje me goditje anësore Kosovën, ktheje këtu përsëri, largohen prej një studio në një studio tjetër dhe vetëm e shikojnë se kush është moderatori dhe cilët janë mysafirët
për të mos u përballur me zërat që ndriçojnë propagandën e tyre dhe aktivitetin e tyre të dezinformimit, nuk ka ndonjë aktivitet tjetër, por zërat e tyre fatmirësisht po vihen dhe po kuptohen për ditën më tepër nga publiku i Kosovës. Duke dashur ata godasin kurtin në aspektin politik, ata godasin shtetin, godasin institucionin e policisë, institucionin e kryeministrisë së Kosovës, si mund ta ketë Kosova një kryeministër që bashkëpunon me një president kriminal nga Serbia për të bërë keq Kosovës. Në çfarë niveli ka ardhur populli për ta ngritur në post një kryeministër të tillë? Pra është një nonsens. Edhe ajo që thot zoti Haradinaj që Kurti është bashkëpunëtor i Serbisë dhe nuk jep të dhëna detaje, prova, fakte të qarta, do të thonë zvoglohet ose kuptohet si një luftë e egër për vota, për dominim edhe për zbehje të figurës së Kurtit në sytë e publikut. Sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, unë pres një fitore tjetër të lëvizjes vetëvendosje. Në këto kushte, për mendimin tim, e duhur për Kosovën.